Gjykata e posaçme kaloi për gjykim dosjen e dytë në ngarkim të ish kryebashkiakut të Himarës, Jorgo Goro, që akuzohet për shpërdorim detyre më shumë se një herë e kryer në bashkëpunim. Togat e zeza pranuan kërkesën e prokurorit të SPAK, Elvin Gokaj, për miratimin e akuzës dhe kalimin në gjyq, e gjithashtu të mbrojtjes për proces të shkurtuar. Ish kryetari i Bashkisë së Himarës u kallëzua nga Fredi Beleri me pretendimin se i ka dhënë në vitin 2016 pasuesit të tij të komanduar në krye të bashkisë Arçile Bollanos 4263 metra sipërfaqe toke. Të pandehur në këtë dosje janë marrë edhe Vasilaq Strakosha, ish drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës pranë Bashkisë Himar, dhe Jerasimo Bashi, ish drejtori i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës pranë Bashkisë Himar. Për këtë të fundit u nda çështja për shkak se nuk është ekzekutuar deri më tani masa e sigurisë. Dy sipërfaqet e tokës të quajtura Vllatoria dhe Moscato rezultojnë me një vlerë financiare prej 1 milion euro. Një muaj më parë, gjykata e posaçme dënoi me 3 vite e 1 muaj burg dhe heqje të së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vite Jorgo Goron, ish kryebashkiakun e akuzuar për shpërdorim detyre në 2 episode dhe mos deklarim pasurie, teksa konfiskoi edhe mbi 10.000 metër katror tokë që përfitoi Artan Gaçi, ku do të ndërtonte me statusin e investitorit strategjik.